Djathi në mëngjes trajton këto dy probleme. Ja kush duhet ta konsumoj. Ngrënia e porcioneve të vogla të djathit në bazë aditore mund të zvendësojë shanset e zhvillimit të komplikacioneve në zemër ose sulmi në tru. Po pavarësisht reputacionit se djathi ka përqindje të lartë të yndyrës, një studim i ri sugjeron se personat të cilët hanë djath rregullisht janë më pak të prekur nga komplikacionet dhe janë më të shëndetshëm. Ulëntimi ka vlerësuar 15 studime të mëparshme nga Europa SBA, të cilat i kishin monitoruar dieta dhe shëndetin e më shumë se 200.000 personave. Gjatë analizave ata kishin zbuluar se njerëzit të cilët hanë djath rregullisht, rreth 40 gram në ditë, kishin pasur 14% më pak të rrezik të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare, ndërsa shanset e tyre për të pasur sulm në zemër ishin 10% më të vogla. Shkencëtarët besojnë se djathi pa yndyrë përmban acide yndyrore të ngopura, të cilat parandalojnë bllokimin e arterieve dhe sjellin gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj.